Vijon puna e strukturave të Komisariatit të Policisë së Vlorës për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e vjedhjes së pronës dhe pasurisë. Vodhi 3 herë pajisje elektronike dhe sende me vlerë gjatë javës së fundit identifikohet dhe vihet në pranga një 33 vjeçar. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë së Vlorës, pas marrjes së disa kallëzimeve për vjedhje në lagje të ndryshme të qytetit, organizuan menjëherë punën hetimore për zbardhjen e tyre. Si rezultati i veprimeve të shpejta dhe të mirë koordinuara u bë i mundur identifikimi dhe ndalimi i shtetasit me inicialet ES 33 vjeç, banues në Vlorë, i cili dyshohet si autori të 3 vjedhjeve. Në datën 29/5/2025 në lagjen Osman Axhiu ka vjedhur 2 televizor me vlerën 100.000 lekë në lokalin e shtetasit me inicialet FX. Në datën 23/5/2025 në lagjen Lirim ka vjedhur 2 televizor, laptop dhe celular në zyrën e shtetasit me inicialet KK. Në datën 24/5/2025 në lagjen 28 Nëndori, ai ka vjedhur një automjeti baterin dhe disa pajisje pulumbari me vlerën e 30.000 lekëve. Vijojnë veprimet hetimore për të dokumentuar rastet e vjedhjeve të dyshuara të kryera nga ky shtetas, ndërkohë materialet i kanë kaluar prokurorisë.